Shisi në ditën kur lanë me forcë shtëpitë e tyre bente edhe në përvjetorin e 26 të masakrës së Lubenicit. Burrat dhe gratë e këtij fshati e pantmerrin me syja të det. Forcat paramilitare serbe të njësitit Çaki që ishin pjesë e njësitit 177 në Pejtur, shtrisë jugoslave, pasi dëbuan nga shtëpitë familjet, i ndan burrat prej grave dhe fëmijëve. Më pas, në mënyrën mizore, i privuan nga jeta rreth 60 civil, ku nuk kursyen as fëmijët. Gjithë këta u kujtuan nga familjarët në varrezat e fshatit Lubenic. Njëri nga dëshmitarët e këtij krimi kujton ditën kritike të 1 prillit me emocione. I kanë grumbullu nga gjumi sot ditë shell, në ora 7 mëngjesit, në fundin e fshatit i kanë do gra fëmijë, e disa dhe kanë betë, edhe aty i kanë pushkatu mënyrën më mizore 60 burrat, cilët kanë mbetë vdekur 49, a ditën e 1 prill, edhe 10 kanë mbijetu janë të plagosur. Edhe 2 familje të cilat kanë ikë ditë në mal, i kanë vrarë serb lokal bashkë me policë e ushtri në bjeshkët e fshatit edhe 2 familje, Alimehaj edhe Ushinaj. Në varrezat e fshatit Lubenic për të bërë homazhe përveç familjarëve të martërve, erdhi dhe kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj. Në fakt ka ndodhur 3 masakra, një me 25 maj natë të jetë herët, pra, që në fillim të luftës, që në fillim të krijimit njësive të para të ÇK-s. Pastaj 1 prilli ku janë 59 vramë edhe fëmijë nën moshën 2 vjeç, ka fëmijë pra. Edhe një javë më vonë që 1 prilli mund bjesh sipër ku ka pas rehum, prapë edhe një masakër, janë edhe 10 pa gjetur, nuk ka ndodhur drejtësia për gjithë ta njerëz. Më pas për të ndëruar të rënët, erdhi dhe kryekuvendari Glau Konjufca, ai kërkoi drejtësi për martërët. Na mundon shumë fakti që 26 vjet prapa nuk kishte asnjë proces të rëndësishëm ndërkombëtar të gjyqësisë, të drejtësisë që ju nevojitet familjeve e krejt popullit tonë, sepse pa drejtësi këto janë përgjithmonë plagë të hapura në trupin e popullit tonë. Nuk do të lodhim asnjëherë që do të bëjmë thirrje për drejtësi. Për të bërë homazhin në Lubenic erdhën edhe figura tjera politike. Kjo masakër dokumentuar me 1999 edhe nga Human Rights.